Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8. Boksieri kosovar Labinot Xhoxhaj e ka mbrojtur titullin e kampionit evropian EBU në kategorinë e rënd. Ai fitoi me nokaut ndaj suedezit Pejman Sejfani në një meç të zhvilluar në Gjermani. Boksieri Xhoxhaj bëri paraqitje të mirë qysh nga raundi i parë, duke i dhënë disa goditje të fuqishme suedezit, të cilin e nokautoi në raundin e 4. Tani Xhoxhaj t'i hapet rruga drejt një lufte për titull të kampionit të botës. 32 vjeçari ka arritur fitoren e 22 në boksin profesionist. Në konferencën e sigurisë në Munich, që ka mbledhur udhëheqësit botëror në kuadër të samitit treditor, paralajmërohet një epokë e re në politikën botërore. Delegacioni i Kosovës, i kryesuar nga kryeministri Albin Kurti, po vazhdon takimet me udhëheqës e politikanë të shteteve pjesëmarrëse. Ai ka takuar senatorin amerikan të kryesuar nga Gene Shahin. Kurti ka përsëritur 3 kërkesa që ka në raport me Serbinë: dorëzimi i Milan Radojčić për të përballur me drejtësinë në Kosovë, nënshkrimi i marrëveshjes bazë dhe tërheqja e letrës së ish-kryeministres serbe Brnabić, ku thuhet se nuk do të respektohet integriteti territorial i Kosovës. Pjesë e takimeve të shumta në Munich për herë të parë në cilësinë e kryediplomatit të Kosovës është edhe Glau Konjufca. Në një deklarim për RTK-n, ai bëri të ditur se sot do të udhëtojë në Hag, ku do t'i takojë krerët e UÇK-s. Ne si shtet mendojmë që kjo ishte një akt akuzë skandaloze, sa i përket krerëve të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Ne kemi qëndrimin e qartë që UÇK-ja është në bazën e lirisë e të pavarësisë së shtetit tonë. Ajo është vlera më sublime që ka arrit me kriju populli i Kosovës. UÇK-ja ka dalë prej xhirit të popullit, nuk është e krijuar nga lart, nuk është e krijuar me dekrete politike. Është vetë zgjimi popullor për me mbrojt vendin tonë nga gjenocidi i Serbisë. Kjo është ushtria qëllimtare e Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci është gjithashtu pjesë e takimeve në konferencën e sigurisë. Në fokus mbetet bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, nënshkruar vitin e kaluar, që si vjet do të finalizohet me një stërvitje të përbashkët. Që vitin e kaluar kemi nënshkruar një deklaratë të përbashkët për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, një deklaratë të 3 vendeve, pra një bashkëpunim trilateral në mes 3 vendeve për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Dje ishte pra një takim si vazhdim i këtij bashkëpunimi, që normalisht u diskutuan shumë gjëra dhe u diskutuan shumë fusha ku do të vazhdojmë bashkëpunimin. Është për të theksuar që vlerësuam lart takimin që patën shefat e mbrojtjes para disa ditëve në Shkodër, ku dakorduan edhe për një ushtrim të përbashkët në mes të 3 ushtrive, pra të 3 vendeve, që do të realizohet së shpejti, pra gjatë këtij viti në Kroaci. Vetëm edhe 2 ditë na ndajnë nga marshi i madh, drejtësi jo politik, që do të mbahet në 18 vjetorin e shtetësisë së Kosovës në sheshin kryesor Skënderbeu në Prishtinë. Mbi 200.000 qytetarë pritet të marrin pjesë në këtë marsh që organizohet në mbështetje të krerëve të UÇK-s, të cilët po mbahen në Hag. Përfaqësuesit e platformës Liria ka emër, thanë se pritet të ketë pjesëmarrje masive me diku rreth 200.000 qytetarë, duke nënvizuar se sheshet e kryeqytetit me datën 17 shkurt do të jenë zëri i qytetarëve dhe simboli i përgjegjësisë për të mbrojtur lirinë dhe të vërtetën. Parandarjes edhe një njoftim, ka vdekur ish-punëtori i RTK-s Sabedin Prekazi. Prekazi ka dhënë kontribut shumë vjeçar si regjisor i një sër emisionesh e dokumentarësh. Ai do të kujtohet për përkushtim, duke lënë gjurmë në fushën e artit dhe kulturës. Varrimi i të ndjerit do të bëhet sot në varrezat e kryeqytetit.
Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicion në orës 9. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.